pjesën e kuzhinës. Dhe para se të kalojmë dhe t'ju tregoj se kush është i ftuar sot në kuzhinë, cili kuzhinier dhe recetën e tij, do doja që të falenderoj sponsorët e emisionit e Djela Vlen. Uji Rrugove është vizioni i kompanisë Rrugove të sjell natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj përmes produkteve natyrale dhe teje të shëndetshme që janë të prodhuara pikërisht në zemrën e rajonit të Rrugovës në Kosovë në partneritet me komunitetin Rrugovas. Kështu që e pifshi për shnet. Kalojmë tek Frutex, brendet Golden Eagle, Relax dhe Natural 100%. Dita e ditës po zgjerojnë prezencën e tyre në të gjithë botën. Kompania Frutex ka arritur numër rekord eksportesh brenda një dite, gjithsej 19 ngarkesa në gjithsej këto destinacione. Në Gjermani, Zvicër, Angli, Shqipëri, Itali, Maqedoni dhe Veriut, Suedi dhe Maltëzi. Kështu që Frutex vitin 2025 po e vazhdon fakt me mjaft sukses me një rritje prej 25% këtë vit. Pastaj Danimarka, Dubai dhe Greqia ju shtuan listës së vendeve ku produktet e kësaj kompanie eksportohen. Akullore me çmime speciale i gjeni në Viva Fresh. Në Viva Fresh mund të gjeni akullore, si që ju thash, nga lloje të ndryshme, të gatshme, me shitje të ndryshme, deri tek përbërësit për përgatitjen e tyre, që janë me çmime speciale. Po ashtu, për ata që preferojnë ta përgatisin vetë akullorën në shtëpi, në Viva Fresh mund ta gjeni edhe aparatin praktik për përgatitjen e akullorës, që mundson një proces të shpejtë dhe shumë të lehtë. Pra, vizitojeni Viva Fresh dhe gjeni gjithçka që ju nevojitet me çmimet më të lira. Kur jemi te Viva Fresh, gjithmonë mendon për verën edhe pas ka menduar kësaj here edhe për të freskuar me akulloret. Dua që të falenderoj tjetër sponsorët e emisionit e Djela Vlen, Kolegjin AAB, The British School of Kosova, si dhe Pri Bank. Do të kalojmë tani shikues të dashur te që thash më herët, në atë që jemi të koncentruar, për të mësuar një recetë nga Argjend Osmani, i cili është ekspert i arsimit, por e ka pasion kuzhinën. Përshëndetje Argjend, mirë se erdhët në Djela Vlen. Përshëndetje, mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Si mund të cilësojmë, më shumë ekspert i arsimit apo gjithashtu edhe ekspert i gatimit? Po, mund të themi që jam ndoshta i pasionuar pas gatimit dhe mundohem... Që nuk ka të bëj me ekspertizën, jo, thuj. Absolutisht, jo. Kuzhina është dashuri një farë forme. Po, ashtu edhe unë mendoj, njeriu duhet ta doj si forme përgatitjes së ushqimit, pikë pari për familjen, për gruan e fëmijët, e pastaj ndoshta edhe për mysafirë të tjerë që mund t'i ftojmë të jenë mysafirë. E ke dhënë një fjalë shumë të bukur që më pëlqej shumë, është pasioni për t'i gëzuar, për t'i kënaqur gruan edhe fëmijët. Kjo ka qenë arsyeja që t'ka fut në botën e kuzhinës, apo jo? Po, sigurisht, qysh si i ri, do thotë, kam filluar të gatuaj dhe mësimet e para i kam marrë natyrisht prej nanës, pastaj edhe ma vonë prej motra, mandena në kohën kur kam qenë ushtar i UÇK-s, kam qenë një kohë edhe si asistent i kuzhinierit kryesor. Ma vonë, kur jam martuar, kam mësuar natyrisht edhe nga gruaja ime, shumë recet. Po, por gruaja pas ka gjetë gjysmë gati. Po, më ka gjetë përpunuar, po mandena më ka dhonë edhe... Leksionet të tjera shtesë, po. Mënyra se si ajo i ka përgatit dhe është një transferim i përvoja. Unë kam mësuar diçka nga ajo dhe ajo diçka nga unë. Shumë emocionale ajo që thatë se ishit pjesëtari i ushtrisë ligjërimtare të Kosovës në periudhën e vështirë që kishim. Ke qenë edhe ndihmës kuzhinier aty. Çfarë atmosfere ishte? E di që ishte një atmosferë e rëndë, por sa të bën të ty krenar kjo pjesë që ke kontribuar në forma të ndryshme? Po në fakt, unë kam pas nderin që t'i shërbej atë dheu tim dhe jam munduar që sa do pak të bëj diçka, ka qenë kohë shumë e vështirë, ju e dini gjithë çfarë vuajtjesh dhe çfarë diskriminimi kemi pësuar në atë kohë.
për pos që kam qenë ushtar në Kosovë, unë kam qenë edhe vullnetar në luftën e Maqedonisë. Atëherë, Argjan, që kemi përgatitur sot? A të tjetë të ndonjë gjellë si kur e ushtrisë shërimtare? Apo... Jo, sot... Sot i kemi më të pasur me njën. Po, i kishëm mujtë edhe një gjellë, për shambull, të përgatitshëm kishte me qenë shumë interesant edhe besoj edhe për publikun atraktive të përgatite, po e ma shambull një gjellë pasull në stilin e ushtrisë. Mirë po sot, me qenë se sot nuk është mo koha e ushtrisë as luftës, kam përgatitur që të kam përzgjedhur të përgatisim oriz në tavë, kombinuar me misht të bardh, pule dhe perime. Pra është pak ma luksozit. Shiku se dashur, këtë lloj ushqime nuk kemi pasur rastin ta shijojmë në ushtri. Mirë po tash është pas dhe mundësia na është dhënë, kështu që edhe ju shijoni dhe kënaqeni. Faleminderit shumë për këto fjalë kaq të mira, Argjan. A e nisim me çka kemi me bu? Oriz, po më duket? Çfarë po shoh? Po, fillimisht do të fillojmë me skuqjen e perimeve dhe të mishit. Pastaj do të vazhdojmë me zirjen e orizit dhe në fund faktikisht do t'i kombinojmë të dyja. Okej, që vaj? Po, vajnë. Që unë të ndihmoj me lshu pllakën se... Okej, që pra vajnë. Do t'i përgatisim ne... I kemi përzgjedhur faktikisht disa perime të zakonshme që janë për sezonën në cilën gjindemi. Këtu janë specat me 3 ngjyra, pra i kuq, i verdh dhe i gjelbërt, domatet, bizele dhe qepa. Dhe gjitha këto do t'i skuqim së bashku me mishin e bardhë, të cilën e kemi... Pas të milion anash mishin e bardhë, se kemi pastru e kemi coptu pak para se të fillonim. Po e pastru ma heret, në mënyrë që edhe të jetë i gatshëm, po, të jetë i gatshëm për të fërguar, po do t'alojmë edhe pak. Dhe ne do t'i përgatisim këto perimet të tjera, në mënyrë që t'jenë gatshme për t'u fërguar. Do t'i prejmë pra në copa të vogla dhe gjithat do t'i skuqim. Jo të mos dëshmërisht duhet me qenë krejt, po i marim nga pak në mënyrë që mos me të mundu. Po, s'ka problem. Edhe na mjafton një pjatë për me po si ushqim, si përgatitja. Po, sigurisht. Do thot, nuk është diçka e veçantë që... Ose jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme, mendoj se është një specialitet shumë i shejshëm për muajt e verës. Nga njerë, Argjan, mjafton mja u kujtu njerëzve që ka mundet me bo. Po, sigurisht. Sepse harrohen, disa receta harrohen, dalin nga mendja. Po, unë mendoj se kuzhinieri mirë është ai i cili me ato pak mundësi ose me pak materiale që ka dhe i përgatit diçka të shishme, ashtu si që tregova edhe më herët, që kuzhinieri jonë ka qenë gjendje, do thotë jo... Prej asaj se qka ka me përgatit, sidomos në kohë lufte si që ishte kuzhinieri i ushtrisë në atë kohë. Buke kripe zemër, Argjan tojnë. Buke kripe zemër. Ashtu edhe unë mendoj, sot falë Zotit janë gjitha mundësit që njerëzit edhe munden faktikisht ta përballojnë, do shta ushqime që janë edhe më të kushtueshme, por ne në atë kohë i kishim mundësit bukur të kufizuara, por me gjitha të mundoheshim ti dalim, si thojnë, në kry detyrës që kishim. Shpesh herë, si që e theksova, me shumë vështirësi, shpesh herë, duke qenë edhe vetë të mërzitur, kur na kërkanin ushqim shtesë, por që ne nuk ishim se qka t'ju japnin. Mos të harrojmë ishte luft, ishte 120 ushtarë, dhe tash në luft, dhe thëtë, kuzhina e ushtrisë nuk është hotel, ku mund të përësitësh dhe të kërkosh çfarë të duash, dhe thëtë, është mundësia shumë e kufizuar. Opa, atë janë ali pak nëse da? Po, në ali pak. Në 5. Në 5, okej. Po, besoj që mirë. Ta sjell një lugë të drunit që me të ndihmu në përzierje tani. Po, sigurisht.
qepa ta shtu. Qepa, po. I kemi shtu edhe qep, shikus të dashur. Po duhet pallon? Po, vetëm pak për mesh. Po munona me kon asistente tash edhe une. Po, fander shumë. Vetëm nëse mund edhe një kapak javë në ojnë tash për sipër. I kemi një kapak të drunit, që gjithmonë, më këtu se ky tigani nuk e ka kapakun e vetë, edhe gjithmonë kemi me përshtat me këtë pjesë, qështu? Po. A më dënë me qitë? Po. Karota? Edhe ishte në karota, nishin e bardhë e shtuam më herët, tash edhe karota dhe lojmë në zjarë, po, mesatar, thot nuk është nevojshme që të jetë zjarë shumë i. Vaj ka mjaftueshëm, a? Po, mund të shtuam edhe pak. Për veç të t'mja e këto kapakon. Tash besa ta merë pak një Po, sa ta merë pak. Po, dhe janë alë. Po, sigurisht. Mirë, atër derisa të fërgohen, ne do t'i bëjmë gati edhe domatet, me qenë se... A i hebe dhe domatet këtu, a? Po, në fond. Për shkak se domatja është si perime, do thotë e butë, dhe nuk ka nevoj që të fërgohet shumë, edhe këtë do t'a hedhim në fond, së bashku me bizelet. Pavarësisht situatës, se si ka qenë, për shembull, në kohën e luftës, ushqytarët kanë qenë vërtet burra si fizikisht, po edhe mentalisht, ata pavarësisht situatës që kanë pasur, i kanë këndu burris veprës që po e bëjnë. Atmosfera si ka qenë, Argjen? Po, pa dyshim që ka qenë kohë shumë e vështirë, si që edhe teksova, edhe në aspektin psikologjik njerëzit kanë qenë të stresuar, të ngarkuar, luftimet janë zhvilluar për çdo ditë. Pavarësisht kësaj kanë qenë të fortë mentalisht. Po, kanë qenë shumë të vendosur dhe të fortë dhe kanë pasur një ideal. Do thotë, aty asnjë ushtar në të dy luftat që ka marrën pjesë, asnjë ushtar nuk ka qenë i mobilizuar me dhunë ose i sjellur, por gjithë kanë qenë vullnetar. Normalisht që ata e kanë pas një moral të lartë të luftës dhe me shumë dëshirë ju kanë përgjigjur kërkesës për të luftuar. Muj me thonë është ta që dallimin mes luftës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë ka qenë shumë i madhë në kuptimin e furnizimeve që kemi pas, qofshin ato edhe ushqime, por jo vetëm, natyrisht edhe pajisjet ushtarake, armatimet, municionet janë ato që e përcjellin ushtrin dhe ato nëse mungojnë, është shumë më vështirë që të arrihen suksese në luftë. Pro edhe ushqimet, kisha pas dëshimin ndoshta ta përmendi për shikuesit që kur jam kthyer në pushim nga lufta e Maqedonisë, kur kam ardhur në shtëpi, familja ime nuk kanë besuar, dhe thotë so kam qenë në formë fizike, në formë shumë të mirë, që thonë sot në atë gjuhën e rinis në top formë. Për shkak se normalisht unë kam qenë bjeshkët e Tovës, në bregun e Djellit, që është edhe qendra skimit, ku janë zhvilluar edhe luftimet të mëdha, por lartësia e madhe mbidetare, pastaj ushtrimet e përditshme e bëjnë të vetëm. Po edhe ushqimet mendoj që kanë qenë vendimtare dhe respekt e mikpritja që ne kanë bën neve banorët e atij vendi dhe që na kanë respektuar, por edhe në anën tjetër ne kemi marrë përsipër që në pikat e caktuara, do thotë ne si luftëtar nga Kosova, do thotë kemi pasur pikat kyçe që i kemi mbajt për shkak edhe të përvojës nga lufta e Kosovës, por edhe që është ditë që ai që ka ardhur pi Kosovës për me luftuar, ai ka ardhur me të vërtet me ideal
të theksuar dhe nuk si me thonë, nuk ka pas askush ndonjë dyshim dhe është vërtetuar që i kanë marrë shumë mirë ato pika dhe nuk ka pasur lëshime nga. Jemi një, prandaj si luftuam në Kosovë, si në Maqedoninë e Veriut, si në Shqipëri, si në çdo trep shqiptare, na jemi një. Po, ashtu edhe është përbërja e ushtrisë tonë, me qenë se po e përmendim tash në Maqedoni, ka qenë prej gjitha zonave të shqiptarisë, edhe nga Shqipëria, edhe nga vistët e banuara, dhe të tëtë me shqiptar, nga Malezi ose Kosova e kështu me radhë, por gjithë kemi pas një ideal, gjithë ju kemi përgjigjur thirrjes që t'i ndihmojmë dhe kemi pasur në mendje, dhe të tëtë natyrisht edhe urdhrin e Zotit, sepse edhe ndihmesa që i bëhet një popullsi e tillë që është duke vuajtur, është një prej urdhrave të Zotit që ne jemi munduar që ta realizojmë. Kuptohet me aq mundësi dhe me aq sa na ka dhënë Zoti mundësi. Sa do pak mundësi që të kemi, kur ne kemi pak mundësi dhe i shfrytëzojmë ato pak mundësi, Zoti na jep edhe më shumë. Po, definitivisht, ndihma është gjithmonë më e madhe. Luftat të dëshmuara në botë kanë treguar që Zoti ka qenë aty me ta. Po çdo luftë e drejtë në fund do thotë kur fitore dhe në kuptimin e përballjes së dy ushtrive, ne si shqiptar, fal Zotit që kemi qenë gjithmonë në anën e drejtë dhe jemi munduar pra që ta mbrojmë interesin e popullit tonë. Faleminderit për këtë gjë, për këtë kontribut. Kalojmë në diçka tjetër. Besoj Argjend, familja, a ju lodh duke ju thonë përgatitna sot të diçka, edhe duke ardhur. Po, me të thonë të drejtën, gruaja ime nuk është që më lën shpesh me përgatit, po, sepse ajo e... Veç kur i merr malli, përgatimet e tua. Kur nuk është ajo në shtëpi, fëmijët kanë dëshirë që diçka të shohim tash atë anën tone, si kuzhinier, se çka jenë në gjendje me na përgatit, natyrisht sipas mundësive që i kanë frigorifer. Po, sipas asaj çka dëshirojnë, mundohen gjithmonë sadopak m'ia plotësu ato dëshira që i kanë. Okej, a qesim orizim se mandej na duhet kohë, sigurisht edhe deri sot të pjekët. Po. Orizin. A, do më thonë edhe orizin e qesim që aty e përbon, ha? Orizin në tovë, vetëm se do t'i qesim dhe këto petime tjera, e mandina vazhdojmë me oriz. Edhe bizelet. Edhe bizelet, edhe këto erzat, kripën edhe gjithat. Krip, biberi kuq, fara të mdhaja, edhe këtu po m'duket ka hudër të blume? Po. Bazë terës, mu duk hudër e blume. To i kemi para përgatit më herët që tjetë sasia e duhur. Sasia, normalisht erzat, sigur edhe gjithë e dini, ato sipas dëshirës i vendosin. Dhe varësisht se njerëzit sa e preferojnë, unë kripën edhe sheqerin mundohen asa ma pak me përdor, për shkak se si që din edhe qytetarët ato nuk janë të shëndeshme, mundohemi me minimizu sa të qofte mundër atë përdorimin e tyre. Këte do të alojmë kështot në zjarë mesatar, do të alojmë edhe një 20 minuta, përafërsisht që të fërgohet në zjarë mesatar dhe kjo tash do t'jetë e gashme. Po, veç në anën e kundërt, në ndërkohë 20 minuta i duhen edhe orizit në furr, edhe sigurisht që do të kthehemi për 20 minuta me pasis përfundimin. Orizin nuk është diçka besoj shumë e komplikuar, gjithë njerëzit e përdoren dhe përgatisin në mënyra ndryshme, mirë po ne kemi përzgjedhur sot që ta përgatisim në tavë. Këto është një gotë, parafërsisht rreth 100 gram të orizit, për shkak se ne e kemi bërë, do thëtë, në një sasi më të vogël, dhe i kemi parafërsisht 4 gota të ujit që do ta vendosim, natyrisht është pastruar dhe është përgatitur gjithçka më herët. Edhe këtu do të përdorim disa prej erzave, siç është kripa,
pastaj... Një mënyrë shumë e thjeshtë, shumë praktike nga Argjendi që po na sjell përgatitjen e kësaj tave. Po, mund të vendosni edhe erza tjera sipas dëshirës tuaj që keni. Po, sigurisht. Na po shkojmë në mënyrën më të shëndetshme. Po, më të shëndetshme. Që të ndihmoj. Ufa, i nxehti. Furrën e kemi nxjerrë më herët. Paraprakisht që t'jetë e gatshme dhe tash vetëm se e rrisim temperaturën që ta lojmë dikon rreth 15 minuta, pravarësisht 20 minuta, pavarësisht se... Okej, që një ujë rrugove edhe kthehemi për 20 minuta maksimum. Pas 20 minuta është një rezultati. Na kthehemi më shpejt, po dine që kanë kalu 20 minuta. Jemi kështu si po thuaj se gati, ato 20 minutat e televizionit shkun, edhe po kom qef me pa rezultatin Argjend të sajna, do gjellat sa ma shumë zihen qaq ma të shishme bohen, por kur bëhen, po mënoj janë gati edhe për 20 minuta gjysore mjafton, sepse gjitha këto produkte hajnë edhe të gjalla. Po, sigurisht. Edhe specin mundemi me hongër, përveç mishit edhe ndoshta bizeleve ose që i duhet pak. Aroma është fantastike, jam të e një, kështu arome shpis, gjellë që është e mirë, edhe e mira asoj që ka po më pëlqenë mas shumë të është që nuk i kemi qitë erza shumë. Mjafton pak krip, një lugë e vogël krip, pak biber të kuq dhe pak hudhër, edhe nuk ka asgjë tjetër, është një shije tamam e perimeve që janë këtu edhe e mishit. Në hanën tjetër e kemi orizin, që... Orizin tash do ta nxjerrim nga fura. Edhe orizi njëjtë, do me thonë është i pastërt, orizi i pastërt, vetëm ujë pa vaj, vetëm krip pak piper të zi, edhe gati. Që? Po do këtë shumë e shishme edhe kjo, tamam me shiju orizin kështu. Po, ndërkohë, ne e përgatitëm edhe... Një salat. Salat, kështu të thjesht, ndoshta, me këto perime që ai patëm në dispozicion, por që i shtum pak... Që unë ta jap një luk? I shtum edhe pak... Gjiz. Gjiz. A djatha, qa është? Po, dhe duket pak, që e kemi marë. Nëse duhet që kjo ma shumë? Po, shumë mirë. Atash do të bojmë servimin pra në pjatën kryesore. Gjellë shtëpije, tamam. Ashtu si që edhe ti e ceke, do të thëtë me përbërs natyral, pa ndonjë... Kipëshki kujtej se mos për djegësh, ku e lam që ato të kuqën? Për që unë ta japi, heqë më stani? Okej, që? Se sa e nëzorëm prej furës, a ke po edhe harrojmë? Po, shumë e nëzit. Definitivisht. E mira e kësaj është që kjo ngjyrë është kriju nga perimet, ma shumë se sa nga erzat. Apo kupton kjo ngjyra që është e gjellë si ngjyrë e kuqe, po perimet e kam bot vetën, nuk është që është bo prej erzave ose në këtë rast specit kuq. Si pas shijes mund t'i shtojmë edhe... Piper. Unë e përprovoj pak, edhe pëse shumë e nxehtë. Se s'mujna mi rezistu tënë kësaj arome, pa e shiju pak. Veç pak, se s'po guzoj se shumë e nxehtë. Nisë, s'ka problem. Po zotë sa e shishme, tamam kombinimi i perimeve, po e bën të vetën edhe se cilin perim e vren cila është. Nuk ka erza, prandaj edhe e shijan se cilin kokër që e kafshon. Argjend, faleminderit shumë. Kjo është receta edhe une pse e pickova pak, nuk ka lidhje. Po, këto janë receta tona tradicionale, receta tona të shëndetshme, të cilat prindrit tonë i përgatisin me shumë zemër e dashuri. Mas shumë t'i ka zemër këto. Argjend, faleminderit shumë që ishe pjesë e Djela Vleni, ishte kënaqësi që na tregove shumë histori të ndryshme të luftrave në fakt të shqiptarëve, luftrave të fundit që i kishim, e gjithashtu përvojën tënde me ushtarët,
edhe gjitha historit, pastaj edhe familjare, edhe gjitha këto uroj që të kesh shëndet, sukses edhe lumturi. Faleminderit shumë, edhe juve ju falenderoj shumë për ftesën, edhe për mua ishte kënaqësi të jem mysafir në emisionin tënd. Kënaqësi, falenderit dhe lumsi familja që ju ka. Jo vetëm që ju i shërbeni, por edhe për personin që jeni. Kënaqësi, falenderit shumë. Shikues të dashur, kjo ishte pjesa e parë, shijojeni, siç tha edhe Argjendi, është një recetë që nuk është se kush e di çka, por mjafton që t'ua kujtojmë që ky kombinim është jashtëzakonshëm për tryezat tona shqiptare.